Sot do të flasim për temperaturën. Temperatura nuk është armik, por as antibiotiku nuk është zgjidhje. Lufta ka gabuar përballë bakteries dhe virusit. Shumë njerëz sapo shohin shifrën mbi 38 në termometër, menjëherë mendojnë për antibiotik, por a dini se mbi 80% të infeksioneve të rrugës së respiratorit, sidomos të fëmijëve, janë me natyrë virale. Mendoni kështu, virusi dhe bakteria janë dy armiq krejtësisht të ndryshëm. Antibiotiku reagon në baktere kurse antibiotiku në virus nuk ka asnjë veprim. Nëse keni një virus që është rasti i ftofjes apo gripit, antibiotiku nuk bën që ai nuk e ul temperaturën, nuk e vet virusin, ndihmon në shërim të shpejtë. Përkundrazi, ai thjesht lodh organizmin tuaj pa asnjë përfitim. Rreziku më i madh është rezistenca antimikrobike kur mbetemi pa orë. Pse insistojmë ne mjekët që të mos përdor antibiotikut pa nevojë? Sepse bakteret janë inteligjente. Momentin që merrni një antibiotik, ato fillojnë të marrin informacione sa përket këtij antibiotikut edhe të bartin më pas rezistencën apo kujtesën ndaj këtyre antimikrobikëve edhe bartin tek pasardhës të tjerë dhe kur neve na duhet antibiotiku me ndonjë infeksion bakterial që është shumë i rënd apo i rrezikshëm sikurse pneumonia, atëherë ne vetëm se kemi humbur betejën. Pra, çfarë do të bëni kur shfaqet temperatura? Mos nxitoni temperaturën e lagjës, por ndiqni këta hapa në 48 orë të para. Në 1, monitoroni temperaturën, përdorni antipiretik, paracetamol ose ibuprofen, vetëm nëse temperatura kalon mbi 38.5 ose nëse keni dhimbje të kputjet të mëdha. Hidratimi është kyç, pirja e ujit, çajrave dhe lëngjeve të ndryshme. Trupi ka nevojë për karburant që të luftojë vetë dhe vëzhgoni gjendjen e përgjithshme. Nëse pas 48 orëve temperatura vazhdon të rritet, keni vështirësi në frymëmarrje ose gjendja rëndohet, keni nevojë të bëni një analizë gjakut dhe konsultë me mjekun. Shkoni te mjeku, bëni një vizitë, ai do t'ju kërkojë analizat e caktuara dhe atëherë pas konsultës me mjekun, ata vendosin se a keni nevojë apo jo për antibiotik. Runi antibiotikët për ditën kur vërtet do t'ju shpëtoj jetë.